Dhe për të folur për këtë zhvillim dhe shumë tjera kam kënaqësi të kem mentor Kikin, mentor kënaqësi të kem në këtë bisedë. Faleminderit që bashkove. Përshëndetje, kënaqësi për mua. Mentor, pjesërisht i lirë, vijojmë të mbetemi, vend pjesërisht i lirë sipas Freedom House, apo nuk ka nevojë të na thotë Freedom House sepse ne e jetojmë çdo ditë dhe dimë më mirë se Freedom House. Raportet e ndërkombëtarëve në fakt gjithmonë bazohen mbi vëzhgime që bëhen drejt për drejt në terren në Shqipëri, që kryesisht lidhen me perceptimin e publikut për çështjet e të zënë korrupsionit, kur objekti studimit është korrupsioni, apo lirit dhe drejtat e njerëzit në përgjithësi. Raporti Freedom House padyshim që vlen të diskutohet, sepse në fund këto raporte janë, le të themi, indikator që dëshmojnë jo thjesht dhe vetëm perceptimin e publikut, por edhe të dhëna apo tregues të tjerë të cilët të mbledhura të gjitha së bashku krijojnë atë ngrehinën e standardit të lirive dhe të drejtave në një vend. Çështja e të qenit pjesërisht i lirë tashmë. Në përfat keq Shqipëria ka kohë apo prej kohësh quhet pjesërisht e lirë, pjesërisht demokratike, apo që është shpikur ai termi tjetër që quhet demokraci hibride. Po. Këtë po kujtoja kur po listoje këto. As mish as mesh. As ashtu, as kështu, por edhe kështu edhe ashtu. Kështu që përtej fakti që ka një përmirësim me një pikë, këto nuk janë tregues për të dëshmuar përmirësimin e standardit, varësisht me të drejtë ti the që këto tregues apo këto nivele, këto standarde ne i dim përpara se të referojnë të huajt apo organizatat ndërkombëtare, por gjithsesi këto raporte vlejnë dhe kanë peshën e vetë pasi këtyre raporteve u referohen më pas në mënyrë zyrtare dhe institucionet ndërkombëtare që përcaktojnë politikat dhe marrëdhëniet zyrtare në raport me institucionet shqiptare dhe me shtetin shqiptar. Kështu që mendoj që duhet të merren në konsiderat. E kuptoj, mentor, po është kohë ta bëj këtë pyetje se në kaq vite, po gjithsesi do ta bëj. Mendon që edhe këtë herë politika do ta lexojë ndryshe raportin, pra njëri krah do thotë ja kemi rritur me një pikë, krahu tjetër do thotë siç bën gjithmonë. Dhe mendon që do vinë një kohë që në Shqipëri të gjitha palët të lexojnë një raport ashtu siç është, pa e keq interpretuar njëra apo tjetra? Në fakt është tashmë një gjë e zakonshme që raportet, jo vetëm raporti i Freedom House-it, raportet e Transparency International për të standardin e korrupsionit, raportet e Departamentit Shtetit, raportet e Departamentit Shtetit, dhe ato lexohen ndryshe. Raportet e Departamentit Shtetit, sepse raportet në përgjithësi duke patur doza diplomacie brenda nuk janë ato në termin e tyre janë disi më të lëmuar, nuk janë agresiv në të shprehur, ashtu siç duam ne, dhe gjithmonë ata thonë që shiko se ka përmirësime, është rritur kjo, është bërë ajo, pastaj vjen një por mbrapa, por dhe ajo që ndodh është që secili lexon pjesën e parë apo pjesën e dytë të raportit dhe interpretimet pastaj bëhen sipas oreksit apo sipas interesave politike. Dhe kjo rregullisht na ka penguar për ta parë raportin si një përpjekje identifikuese të problemeve tona, për ta parë si një lloj ekzaminimi të sëmundjes pas së cilës do duhet të mendosh se çfarë duhet bësh për ta shëruar, por secila palë është përpjekur që të gjejë aty atë që i intereson politikisht dhe në fund askush nuk merret me raportin për të përcaktuar saktësisht dhe qartësisht problematikën që kemi ne, por secili përpiqet të gjejë aty sulmin dhe dikush tjetër mbrojtjen. Besoj që këto tregues kanë qenë edhe më të dukshëm kur kanë qenë raportet për zgjedhjet që janë edhe më të mprehta edhe më të ndjeshme, ndërkohë që raporti për lirit përgjithsisht referohet tek liria e medias, tek mundësia që qytetarët kanë për të marrë drejtësi, tek mundësia që qytetarët kanë për të marrë shërbime dhe për të marrë
mbështetjen që duhet nga institucionet publike dhe shtetërore.